Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit dhjetor për shenjën e Demit. Tema java e parë e dhjetorit do të jetë një javë e lodhshme, do të jetë një javë me shumë kërkesë. Ju shikoj të lodhur mendërisht, të lodhur fizikisht, nga ana emocionale. Kjo për shkak të punës. Disa dema mund të jenë punojnë në një punë ku rritet volumi në fund vit, mund të jetë sepse një pjesë e stafit mungon për shkak të festave dhe ju shtohet volumi i punës, mund të jetë për shkak të kërkesës së llogarisë dhe presionit më të madh nga shefat, nga eprorët që të mbaroni ose të arrini shifra të caktuara, të mbaroni një volum të caktuar. Dhe kjo do t'ju sjell orë të gjata për disa dema, lodhje psikologjike për disa të tjerë, për disa dema shikoj ngarkesë në familje, mund t'jeni ju vetë që i shtoni, i vendosni shumë presion vetes, doni të pastroni gjithçka, ambientin e shtëpisë, makinën, doni që gjithçka të jetë e sa më e pastër, sa më e rregullt për festat e fundvitit. Mund të keni plane të mblidheni me familjen, me njerëz që do të ftoni dhe duhet të organizoheni, të bëni disa blerje, disa përgatitje. Mund të jetë edhe thjesht ndjeni të lodhur nga puna e gjithë vitit, ose të paktën e këtij 6 mujori të dytë të 2025-s, që e ndjeni tani, thoni kam nevojë vërtet për pushime, kam nevojë për qetësi. E shoh shumë të fortë të dëshirën thjesht për t'u relaksuar, për t'u shkëputur nga kërkesat e përditshme, nga monotonia, nga presioni i përditshëm. Dhe java e dytë do të jetë një javë ku shumë prej jush ose do të merrni disa ditë pushim, ose do të udhtoni, do të shkëputeni, keni nevojë të largoheni, të jeni në një vend më të qetë, keni nevojë, disa dema mund të kenë edhe ngarkesë në familje, raporte të cilat janë ngacmuese me sidomos ata që jetojnë në familje të mëdha, ku jetojnë me pjesën me familjarët e partnerit ose të partneres së tyre. Keni nevojë të shkëputeni, keni nevojë të shkoni të udhtoni, të shikoni familjen tuaj, të shpenzoni kohë në një ambient tjetër, në një ambient pa debate, pa konflikte, pa mosmarrveshje, keni nevojë për qetësi. Kujdes edhe me shëndetin, dema, javën e parë, javën e dytë, kujdes me shëndetin. Mos e anashkaloni ndonjë shenjë, ndonjë simptom. Nëse fizikisht e shikoni që nuk e përballoni dot volumin e punës, ngarkesën, merrni pushim, kërkoni leje, bëni prioritet veten tuaj, sepse nëse ju nuk jeni mirë, nëse me shëndet nuk jeni mirë, nuk mund të bëni asgjë tjetër. Prandaj gjithmonë është e rëndësishme prioritet shëndeti mbi të gjitha. Po java e dytë do të jetë një javë më e mirë në këtë drejtim, sepse shikoj që kush do të bëj analiza ose kontrolle, do të dalin, okay, mund të keni nevojë për ndonjë trajtim të caktuar, po do të jenë gjëra të vogla, gjëra të lehta, mund të jetë edhe diçka sezonale për disa dema ku thjesht keni një viroz, keni nevojë të pushoni, diçka që do kalohet lehtë, pra me pak ditë në pushim, qetësi, rehat në shtëpi mund ta kaloni pa problem këtë situatë nga ana shëndetësore. Java e tretë do të jetë një javë shumë e mirë për gjëra që lidhen me financat tuaja, me parat, me financat, do të jetë një javë fantastike, plus kemi me datë 15 dhjetor Marsin, planetin që lidhet me agresivitetin, me mënyrën si marrin vendime, iniciativa, që futet në shenjën e bricjapit, shenjë toke, një lloj si ju. Kjo ka një impakt shumë të mirë për demat. Të gjithë lodhja, ngarkesa, puna, sakrifica do t'ju shpërblehen, ju shikoj nga ana financiare jeni të pavarur, jeni mirë, keni kursime, keni një stil jetese të kënaqshëm, nuk ju mungon asgjë. Pra ekonomikisht keni gjithçka që ju duhet, jeni të lumtur, jeni të plotësuar. Vetëm mungon pak pjesa e romancës, mungon pak pjesa
e diçkaje më interesante në jetën tuaj, pak ajo pjesa e adrenalinës, shumë për shumë dema e shikoj si një periudhë ku ju jeni single, e keni marrë këtë vendim vetë, është një zgjedhje juaja që të fokusoheni tek puna, që të fokusoheni tek të ardhurat, doni të jeni sa më të pavarur, sa më mirë nga gjendja ekonomike përpara se të ndërtoni një familje dhe të mendoni disa mundet edhe të kenë sakrifikuar dashurinë për shkak të karrierës, për të arritur pikërisht këtë mirëqenie nga ana financiare dhe mund të keni edhe pak frikë se njerëzit afrohen tek ju për interes, thoni ky person do të përfitoj apo do të marrë, dhe jeni shumë skeptike dhe e mbroni pasurinë tuaj, çfarë keni arritur me 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 kontroll, me posesivitet, që kjo është e imja, kam luftuar shumë, kam punuar shumë, e kam ndërtuar dhe nuk e ndaj me dikë tjetër. Edhe për ata dema që janë në një marrëdhënie të konsoliduar në çift, mungon pak pjesa e romancës mes jush, është diçka që ndoshta nuk e keni bërë prioritet kohët e fundit, keni punuar më shumë, jeni fokusuar tek gjithçka tjetër, përditshmëria, përgjegjësitë në detyrat e përditshme, në thjesht në jetën, në volumin që jeta ka, në fëmijët, familja, puna, shumë gjëra të tjera, por ka ardhur momenti që ta ktheni fokusin edhe pak tek romanca, edhe pak tek dashuria. Java e fundit do të jetë një javë shumë e bukur, një javë pozitive, një javë ku ju shikoj më të entuziazmuar, më flirtues, me një fokus më shumë tek romanca, doni ta shijoni jetën, doni t'ja kaloni bukur, t'ja kaloni mirë, do të ndjeni vetë me shëndet fizikisht, do të ndjeni shumë më mirë në krahasim me fillimin e dhjetorit, në fund do jeni plot me energji. Mund të ndodhin edhe disa gjëra interesante, sidomos për ata dema që janë single, mund të merrni pjesë në aktivitete të ndryshme apo në party apo për festat e fundvitit, edhe kjo do t'ju jap mundësinë të njiheni, me të krijoni njohje me dikë që do t'ju pëlqej më një herë, mund të jetë një klik, një shkëndim, mund të jetë një festë, diçka ku ju merrni pjesë, ndjeni mirë, merrni komplimenta dhe mund të ndodhë një flirt, mund të fillojë një romancë shumë e bukur gjatë kësaj jave të fundit të dhjetorit, një njohje që do të jetë shumë interesante. Kurse për të tjerët, për ata që janë në një marrëdhënie në çift, ju do ta ktheni fokusin në këtë javë tek raporti juaj, duke qenë më flirtues me njëri tjetrin, duke e bërë prioritet pjesën e romancës dhe intimitetit në çift, do t'ja kaloni shumë bukur. Sido që të keni planifikuar, më shumë ju shikoj që ju merrni pjesë në një festë, sesa mblidhni njerëz rreth vetes tuaj, do të jetë më tepër një situatë për shumë dema, e shikoj ku ju thjesht dilni, argëtoheni, visheni bukur, shijoni një ambient të mirë, shijoni ushqimin, shijoni muzikën e mirë, ja kaloni në mënyrë fantastike dhe do të jetë forma më e mirë për ta mbyllur vitin, për të shijuar festat. Dhe nga orakulli i dashurisë dhe i romancës, mesazhi për ju dema më thot: close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. Pra mbylli sytë dhe thuaj vetes tënde që ti meriton të ndjesh lumturi. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Ti mund të mirëpresësh gëzimin, lumturinë në jetën tënde, pavarësisht rrethanave në të cilat ti ndodhesh momentalisht. Dhe kjo vlen sidomos për ju dema për javën e parë, atëherë kur jeni të lodhur, atëherë kur keni këtë ngarkesën e madhe në punë, kur ju kërkohet që të punoni me orë shtesë, kur ju kërkohet që të ndihmoni më shumë, kur ndiheni të lodhur fizikisht, ua nuk ja dal dot më.
merr një moment, qoftë edhe një minutë ose 30 sekonda, mbyllë sy dhe thuaj vetes unë meritoj lumturi, gjithçka do të jetë mirë për mua, gjithçka do të funksionojë mirë, unë do të kem lumturi, gëzim në jetën time, kjo është e përkohshme, po punoj shumë tani, po do shpërblehem për këtë punë që po bëj, më vonë do të kem kohë për ta shijuar ditën, për të shijuar festat, për të shijuar gjithçka. Pra, nxite veten, mendo pozitivisht dhe sidomos kjo vlen për ata dema që janë vetëm, që janë single ose për arsye të ndryshme, nëse jeni në një marrëdhënie në çift, po jeni larg njëri tjetrit gjatë kësaj kohe, thuaj vetes që ti meriton lumturi, ti meriton gëzim, ti do të kesh një jetë të lumtur, një jetë me gjithçka që ti dëshiron. Sepse ju thash, do shpërbleheni, nga java lodhja e madhe e javës së parë, në javën e tretë do keni para më shumë, do keni mirëqenie më shumë dhe në këtë mënyrë mund të argëtoheni, mund të dilni, të ardhurat janë okay, jeni rehaton nga ana personale, ti si individ ti ke arritur maksimumin që mund të arrish. Ti e di që je lodhur, ke punuar, ke bërë, nga ana jote ke bërë gjithçka që mund të realizoje. Vetëm, ti, vetë. Nuk po flas në lidhje me dikë tjetër, me familjen apo sa fiton partneri. Ti vetë do të ndjesh një satisfaksion, një kënaqësi për punën tënde, për arritjet e tua në javën e tretë dhe do të shpërblehet e gjitha sepse në fund do t'ja kalosh shumë mirë, do të shijosh festat, të shikoj më në formë, me shëndet mirë dhe do të jetë një situatë mjaft pozitive. Kështu që jepini forca vetes, jepini një shtys, një motivim vetes pak për të kaluar këtë javën e parë dhe të dytë të dhjetorit. Okej, Tema, unë uroj të gjithëve t'i kaloni sa më bukur festat e fundvitit, ju uroj shëndet, lumturi, begati për ju dhe për familjen tuaj dhe bashkë do të dëgjohemi në parashikimet vjetore për 2026. Ju uroj gjithë të mirat, mirupafshim.